2 ditë pas vendimit për bllokimin e monopatinave dhe skuterave elektrik, një grup përfaqësuesit të organizatës Qendresa Qytetare dhe qytetarë të tjerë kanë zhvilluar një protestë para policisë rrugore në Tiranë kundër sekuestrimit të monopatinave elektrike nga autoritetet. Protestuesit kërkuan pezullimin e vendimit dhe kthimin e monopatinave të sekuestruara, duke argumentuar se ky veprim është i padrejtë dhe i parsyetueshëm. Qytetarët nuk janë kundra sigurisë rrugore, po siguria rrugore vjen duke vendosur disa rregulla, po jo duke marrë me njëherë, duke i bllokuar atyre mjetin që kanë mjet punë dhe që duhet ishin njoftuar shumë kohë më përpara për rregullat apo për mënyrën se si duhet të qarkulloshin ato në qarkullimin rrugor. Në një ditë që është ditë diele, ministria, ndoshta nga një resort ku ishte duke drekuar, miraton një vendim dhe të nesërmen me njëherë policia rrugore zbaton këtë urdhër pa u publikuar në fletoren zyrtare fillimisht dhe pa u njoftuar në asnjë mënyrë qytetarët në mënyrë ligjore. Pra nuk mund të quhet njoftim ligjor, njoftim nëpërmjet medias. Njoftimet e institucioneve publike bëhen nëpërmjet fletore zyrtare. Pra aq kohë sa ky urdhër nuk është publikuar në fletoren zyrtare, nuk është urdhër ligjor. Protestuesit ndërkohë e kanë cilësuar si të paefektshëm ndalimin e përdorimit të monopatinave, duke krahasuar këtë vendim me masat që janë marrë ndaj përdoruesve të mjeteve sociale, si TikTok, që shpesh përfshin aktivitete që mund të jenë të rrezikshme, por nuk çojnë në sekuestro të mjeteve. Policia duhet merrte një fushat informimi, si fillim dhe të vendoset një rregull. Në qoftë se synojmë sigurinë, hajde të mblidhen gjithë grupet e interesit të bëjë dhe një debat publik sa më i gjerë jetë e mundur, se shumë thonë që duhet ndaluar kategorikisht. Shqyqyr që kanë të drejtën të flasin dhe ata, po mendoj që është nisur pak mbrapsh. Duhet të bëjë një debat të synojë mbi sigurinë dhe pastaj të merreshin masat. Mendoj që sikur të jetë patenta një hap i parë për lejimin e këtyre, do normalizohet pak situata. Po jo që të bëhet kategorikisht, hajde ti ndalojmë gjitha, se asnjëherë nuk është bërë, nuk kanë vazhduar këto masa kur ndalohen kategorikisht në fillim, se 3 ditë do zgjasi dhe do rikthehet përsëri. Kjo nuk është shoh drejt nga shteti jon apo nga ministra që jep atë urdhër të dielën edhe të honën të plotësohet kjo më tonë kjo urdhër bllokon më tonë piceri punon çuni 10 tonë në kamp shërben e kam blok edhe vjen këtu shkollë bashkume më çdo vija ai në kamp kjo është pa drejt nga shteti tani e ka sekuestruar jo nuk e kanë sekuestruar sepse çuni nuk e ka përdor po ikën autobus në punë dhe po vjen në kamp sepse nuk janë nxjerrë motorin sepse ja bllokojnë policia. Sipas të dhënave, deri më tani janë sekuestruar 120 monopatina dhe motor elektrik në të gjithë vendin, që prej nisjes së aksionit të policisë me 12 tetor. Ky aksion është ndërmarrë pas shqetësimeve të ngritura nga autoritetet për sigurinë në rrugë, pasi janë raportuar mbi 900 aksidente që përfshin përdorues të monopatinave elektrike, duke shkaktuar dëme dhe lëndime për qytetarët.